Një grusht njerëzish janë bërë bashkë me një tjetrin dhe i rjepin pasurit këtij vendi, ndërkohë që shqiptarët e ndershëm detyrohen me u largu nga ky vend. Nuk lanë gjapa na marë, na morën tokën, na morën bregdetin përmes ligjit për investime strategjike. Tani do na marrin malin përmes paketës maleve. Na morën tronat përmes institucioneve të korruptume. Në shtetin e Rumit falsifikohen dokumentat e kohës Zogut, shkruhen aty pronar fiktiv, ndërkohë që ish pronarët e vërtet ende në zyrve të institucioneve, duke marrë taktikat që i hedh shteti herë pas here. Na kanë marrë ujin, nuk lanë rrëke ujë pa fut në përtuba, për hece, duke ja u hedhë burimin e jetës banorëve të atyre zonave. E me gjithë këto investime në energjetik, prap fshati shqiptar është në sterë. Madje jo vetëm fshati, po sot në Sir nuk kishte drita. Ujërat e lumejve tanë janë bë burim smunjesh nga ndosja e kompanive të lidhuna me shtetin. Tirana, kryeqyteti i Shqipërisë, sot nuk ka ujë të pishëm, ndërkohë që burimet ujore privatizohen dhe çdo vit del në treg një firmë e re uji. Na kanë marrë ajrin, edhe ajri është kthyr në burim smunjesh. Diku vendosin një fabrik, diku vendosin një kurore. Këtu në Tiranë ndërtimet që s'mbarojnë kurrë dhe trafiku janë kthyr në burim smundjesh. Në çdo vit vdesin mijëra njerëz nga ajri i pastër. Ju kanë ngel vetëm me privatizu ajrin e pastër dhe me na e shit. Ma e rëndësishmja dhe ma poshtërusja